Disa prej profesioneve të vjetra dhe tradicionale në Vlorë po shkojnë drejt zhdukjes. Një prej profesioneve të ershme është edhe këpucaria, ku shumë pak këpucar gjend ende në Vlorë. Hamdi Mehmeti është një prej tyre. Ai është 77 vjeç, këpucari ndoshta më i vjetër në qytet, i cili prej 52 vitesh punon në këtë profesion. Mehmeti tregon se ka filluar punën në moshën 15 vjeçare, pasi përgjatë sistemit komunist ja ka sugjeruar si punë Këshilli i Lagjes dhe prej asaj moshe nuk i është ndarë këtij profesioni. Unë quhem Hamdi Mehmeti, këpucari vjetër. Për 52 vjetësh të zanat. Zanatin e kam filluar që në moshën 15 vjeçare. Në këtë zanat u futëm kur mbaruam shkollën 8 vjeçare. Në atë kohë na ishte është u flet punë e Këshilli i Lagjes. Filluam është 15 vjeçare dhe vazhdojmë deri sot të moshë. Në këtë zanat, në fillim e kishim gjik të vështirë. Pastaj u ambientuam shumë shpejt edhe nuk u ndam më. U bëm njësh me zanatin me i fjalë. Këpucari 77 vjeçar Hamdi Mehmeti thot se edhe sot profesionin e ushtron me të njëjtin pasion si më parë. Ai për shkak të moshës është i angazhuar kryesisht në riparimet të këpucëve të llojeve të ndryshme. Vite më parë thot se i prodhonte edhe vetë disa prej modeleve. Për zanatin tim nuk është asgjë e vështirë të ky zanat. E bëj me gjithë dëshirë më të madhe. Besoj shpirtin tim e kam këtu të zanati. Procesi vështirë për mua nuk ka asnjë proces të vështirë në zanatin tim. I bëj me qejf të madh. Tani mosha ime kuptohet. Nuk i ha të gjitha punë, por pjesë më të madhe të punës e bëj. Punë të vështira të mëdha nuk i bëj më porosit edhe këto gjëra. Se na konkuron fabrika. Me gjëra, jo të vogla, gjëra të riparimet e këpucëve. Që nga këpucë më të shtrenjta dhe më të lirat, i mirë me riparimet. Vitet e profesionit, mbi shpinë ka bërë që sot të ketë më tepër klient, siç mund ta imagjinonte. Mehmeti tregon se me profesionin që zotron, ja ka dalë prej vitesh të mbaj familjen, teksa tregon se edhe sot ja del të ushqiet, por ky profesion nuk garanton të pasurohet. Gjatë ditës, thos se punon shumë orë, por duke u kujdesur për shëndetin, duke dhënë më pak rendiment. Punën e kam, klientelën tim e kam. Pavarësisht se mosha, ku mendova do kisha pak punë, se atë doja të kisha pak punë, por prapë jam i kërkuar. Kam më ngarkesë nga gjithë të rinjt. Me profesion ushqehet shumë mirë. Më e mban familjen me profesionin. E mban familjen. Pavarësisht edhe jemi mosh që plotësojmë nevojat tona me fjalë. Unë tani se kemi detyrimisht kemi vështirësi. Nuk kemi atë fizik që kemi patur. Në punë saj mund të rri shumë në punë, po jo të jap rendimentin. Mund të rri 8 orë në punë, po nuk jap atë rendiment, jep më pak. Detyrimisht vetë, duke ruajtur dhe shëndetin. Se punë mund të kem. Të punoj dhe 10 orë, po duke ruajtur dhe kujdesim, jam më pak rendiment, për arsye se dhe kemikatet e këtyre që punojmë kanë bërë të veten. Këpucari Mehmeti tregon se kërkesat për riparime janë të shumta, kryesisht të këpucëve të shtrenjta, klasike dhe atyre zyrtare. Nuk mungojnë as klientët e rinj. Ai tregon se sot nga ky profesion nuk synon të pasurohet, ndaj për klientët jep një çmim ekonomik që edhe ata të mbeten të kënaqur, teksa tregon se kërkesat nga të rinjt për të zotruar këtë profesion janë të pakta. As djali i tij sipas tij nuk ka preferuar ta zotrojë si profesion. I rregullojnë të gjitha këpucët e shtrenjta, i rregullojnë, sidomos këta që punojnë në institucione. Më të shumë të institucionet ka me gjithë rinin, nga mosha 40 vjeç edhe poshtë. Punojnë një pagesë që nuk shikoj, se nuk pasurohem më. Shikoj një pagesë që t'jenë, edhe ata t'jenë kënaqur edhe unë, se nuk shikoj të pasurohem. Punova 50 vjetë e nuk pasurova. E di atë punë që nuk pasuron zanati. Edhe shikoj një pagesë se jemi në rregull 2 palët. Jo, nuk ka. Kërkesa për arsye se të rinjt largohen. Shikojnë një jetë më të mirë jashtë, me para më tepër. Kjo është arsyeja. Jo, një djalë mori punë tjetër, nuk e mora. Nuk e dhash dhe vetë, nuk e mora. Se do ishe i lidhur me punën.
se puna zanatit të lidh. Duhet të pavarësisht se thonë që je i lirë, do të thënë ikën kur duash, kur ja nuk ikën e të vish kur të duash, do jesh korrekt me klientët. Që klienti ka lënë këpucët e të dëgjej në çdo orar ti marri. Plus që duhet të punosh të jesh korrekt. Uroj që zanati që mos të zhduket, se është një zanati është të ushqen. Dhe rinia të kthehet zanate në, jo zanatin, po të gjitha zanate në Shqipëri. Mos largohen, se ushqen, do ta përballojnë jetën. Shumë profesione në qytetin e Vlorës, si këpucaria, artizanati, thurja, po shkojnë drejt zhdukjes, duke mos patur më asnjë të ri apo të re, të cilët të shfaqin dëshirën për t'i zotruar.